Pejgamberi alayhi salatu wassalam në hadithin e Ibn Omerit radhiyallahu anhuma thot, në ditën e gjykimit Allahu i lartësuar e afron robin e tij afër vetes. Allahu i lartësuar e afron robin e tij afër vetes. Edhe çka komunikon me ta, e largon perden e tij. Edhe çka i thot robit të tij, o robin, e faalta dhanba kadha, e ke bo këtë gjëna? Thot po Zot. E faalta dhanba kadha, e ke bo këtë gjëna? Edhe kështu. Allahu çka dëshiron që robi ti t'i pranon gjënahet. Pranoj gjënahet është para Zotit. Se para njerëzve s'po i pranon kërkush. Para Zotit kimi i pranue, edhe unë, edhe ti dhe çdo njeri prej besimtarëve. E masi i pranon para Zotit, edhe ndjehet i turpnuar para Zotit, Zoti i thot, o robim, unë ti kum shef njëtën e dynjas të gjënahe. Ti kum shef si kanë ditë njerëzit gjënahet e tua. Po ti më shefi edhe sot. Edhe sot, kur në ditën më të vështirë, në ditën më të mundimshme, në ditën e gjykimit. Andaj, çapo i thot Allahu, ana aghfiruha. Unë po t'i falja ato krejt gjënahet. Krejt po t'i falja ato, edhe çka thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, edhe i sillet libri i tij me punët e mira, duke i lënë anash punë të këqija, inshallah Allahu na bën neve dhe ju prej atyne që marrin librin nga para apo nga dora e djathtë, edhe vetëm me vepra të mira. Pastaj të nderuar vëllezër besimtar, mos harroni se gabimtarët janë njerëzi dhe si njerëzi, ajo merret normale kur njeriu gabon, edhe çka edhe pendohet edhe përmirësohet. Ndërsa është jo normale, jo arsyeshme, jo logjikshme me bo gabime mos mu pendu hiç, e mos me tar keq hiç. Kjo nuk ka rregull. E këta gabimtarët që bojnë gabime, e këta gjunaqtarët që bojnë gjunahe, prej mosdijes apo prej runa zot pej ngutis apo ku ta diune, këta kur pendohen, këta i don Zoti shumë. Kur pendohen, çka dhe bëhen të qëndrueshëm në fenë e Zotit. Edhe bëhen praktikues të fesë së Zotit. Edhe nuk kthehen në rrugën e shejtanit. Këta i don Zoti. Edhe këta i fal Zoti.